Unë sa herë ju shikoj juve dhe kryesisht në periudhat ndryshme kur jeni sulmuar, dhe ka patur shumë periudha që jeni sulmuar, më bën shumë përshtypje që jeni shumë i qetë. Nuk jam nga ta, se sot në kohët moderne njerëzit kur marrë një lajm ose kur gjëja parë që bëjnë kapin telefonin për të marrë dikë, nuk jam nga ta që e kap telefonin si reagim i parë, por mundohem njerë ta përpunoj, ta mendoj dhe pastaj t'jap reagimin tim. Kështu që nuk kam qenë një njeri që në përgjithësi një dhe timit kem sulmuar dikë, por kam dy të mbrojë mirë. Në kuptimin që ti je i qetë, kur e gjykon veten tënde që je në të drejtën tënde, kur nuk i ke, kur themin në gjuhë popullore, nuk i ke rënë qafë kujt dhe nuk ke cënuar dikë. Kështu që kur je paqe me veten e gjen dhe qetësinë. Kur blu mola nga mrena që ke bën në gjosh e vështirë që ta rush qetësinë. Për të parë programin me Mbroma Yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.